unë jam i sigurt për një gjë, për ta dëgjuar të gjithë ata që na ndjekin. Cila është kjo që duhet të vend duken? Sido që t'jenë në nënshkrimi, qofti pari, qofti dyti, pavarësisht nga vlerat që them unë në përgjithësi që duhet të ruaj një akt marrëveshje, kjo për 70% të popullsisë që jetojnë jashtë vendit është e pazbatueshme, nuk gjen zbatim. Kush digjet nga kjo? Argumentet, ja po them argumentet. Të gjithë ata shqiptarë që në dokumentat e tyre këtu në Shqipëri kanë korrigjime në datëlindje, në vendlindje, në mbiemrin, në të dhënat e tyre të vjetësisë në punë e kanë nul. Çfarë vërtetimi do t'i japë drejtoria e Institutit Sigurimeve Shoqërore, drejtoria qendrore, ose edhe drejtoritë e tjera rajonale, qytetarit që kërkojnë vjetësinë e punës dhe ata nuk i kanë standardizuar në mënyrë të tillë që të quhet si dokument. S'ka çfarë jep, kështu s'ka çfarë përfiton ai qytetari shqiptar në rastet ku 70% të dhënave janë atë me këto të meta. Marrim edhe rastin tjetër. U bë një përpjekje e dështuar, them unë. Ka dalë ligji numër 7 e 30 janarit të vitit 2025, e cila parashikon dhe njohjen e viteve të punës për të gjithë ata qytetarë që ju mungojnë të dhënat deri në mbylljen e kooperativave bujqësore, ndërmarrjeve bujqësore dhe ndërmarrjeve të tjera shtetërore. Po, që e kemi diskutuar edhe bashkë. Por ç'ndodhi? Nëse qytetari me banim në kooperativë ka filluar punë që 14 vjet, ky i thotë do të njoh, po do t'i njoh që 18 vjet e lart. Po 4 vjet çfarë bëhet me ato? Si njihen. Po në ndërmarrjet shtetërore që fillonin punë që 15 vjet, është neni 22 i kodit punës asaj kohe, që i lejohet të futen punë në moshën 15 vjet. Dhe edhe në moshën 16 vjet, i lejohet të punonte 6 orë dhe 2 orë ti plotësonte shteti, si i mitur. Atëre, çfarë zgjidhje është kjo? Kjo është diskriminim, sepse qytetarëve ju jep çfarë të dojnë. Po mirë, marrim para 93-shit, po qytetarët që kanë kontribute nga 1994 deri në 2011 dhe punojnë jashtë Shqipërisë, është periudha më e zezë e ruajtjes së dokumentacionit. Shqipërisë në sistemin e sigurimeve shoqërore i mungojnë 810.000 lispagesa të qytetarëve të cilët kanë paguar sigurime shoqërore dhe shteti nuk i ka, duke hedhur njëra tjetrës dy institucionet më të rëndësishme, siç është Instituti Sigurimeve Shoqërore dhe tatimet, i dërgojnë qytetarët sa në një qoshe në një qosh tjetër për të mbledhur dokumentat. Kur vetë kryeministri në përmjet hapjes e Albanias ka kërkuar dhe thot që nga 1 maj i vitit 2023 dhe në vazhdim, ajo që ka qenë detyrim i qytetarit për të dorëzuar dokumentat, tani e tutje me futjen e Albania është detyra administratës për t'i mbledhur këto dokumenta. Administrata është shtuar 55.000 qytetarë më shumë në administratë nga ata që kanë qenë në 2013. Si shpjegohet që nuk ka shërbim? Nuk shërbehet. Pra nga data 1 qershor do nisin problemet e shumta për marrëveshjen. Jo probleme, po them unë, nga ata që janë jashtë shtetit, vetëm 30% do gjejnë zgjidhje. Pjesa tjetër, ose do ta degenerojnë fare këtë punë, do ta braktisin atë vjetësinë e punës, o do të rikthehen këtu për ta kërkuar me gjyq. Rrugë tjetër me këtë nuk ka. Nga do që veni i shpjen njerëzit në përgjyqje. Është fatale që një qeveri nuk gjen dot rregulla për të standardizuar dokumentat e saj. Aq më tepër në shtet midis dy institucione. Duhet i shkrijnë fare këta, më po në kuptimin figurativ nga ana time, nëse varet në dorëtim
duhet këto dy institucione duhet i shkri, duhet i reformoj. Janë hedhur 11,5 milion euro në Institutin e Sigurimeve Shoqërore për të hedhur këtë bazën e të dhënave nga 1/94 dhe në vazhdim, periudha 1/94 deri në 31/12 2011 nuk janë të hedhura. Ka mangësi të mëdha, ka mungesë lispageshat edhe nga probleme nga më të ndryshme. Atje nuk gjejnë zgjidhje. Ata që sot votojnë në Kuvendin Popullor, ish deputetët, nuk e gjejnë emrin ato, unë kam gjitha të raste me deputet, po me ministër, vetën i gjyq, ministri punës, që ka qenë në kohën e Fatos Nanos, për etikun nuk po e përmend emrin, kush do mund ta nënkuptoj, dhe vetën i gjyq me ata që ka patur në varësi Institutin e Sigurimeve Shoqërore, nuk i zgjidhin probleme. Kryetar gjykatash dhe gjyqtar, prokuror, ti them edhe me emra, por nuk është etike, janë 3 nga gjykata e apelit të Durrësit. Ka nga prokuroria e përgjithshme njerëz që vinë vërdall për zgjidhjen e problemeve. Ka me titull profesor doktor, të cilët nuk gjenë veten e tyre në këtyre, ju e përgjigjen ndonjëri nga këta le të dalë, kur do t'i bëjnë këto që të kryejnë shërbimin? Se shërbimi kështu me akmarrëveshje me një letër thuhet që ka mbaruar, dhe e kam bërë me të firmosin në asaj shkete. Ora, si do të implementohet kë akmarrëveshje? A gjenë zbatim? A do plotësojnë interesat e qytetarëve? Ky është problemi. Dhe unë them që kështu si që janë dokumentat, ata nuk do bëjnë asnjë shërbim.